Janë zbardhur dhe dokumentuar rrethanat e ngjarjes së rëndë të ndodhur një ditë më parë në zonën e Alidemit, ku një 15 vjeçar u plagos me armëzjarri në ambientet e një picerie. Sipas burimeve nga policia, bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur në piceri Fantazia, ku pas një konflikti për motive të dobta i mituri u qellua me armëzjarri atipike. Autori i dyshuar i kësaj ngjarje është identifikuar si Aldin Eziri, 21 vjeç, i cili është shpallur në kërkim nga policia. Ai akuzohet për veprën penale, plagosje rënd me dashje dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Burimet policore bëjnë me dije se konflikti dyshohet të ketë ndodhur mes Nezirit, i cili ishte duke lëvizur me motor, dhe të miturit që punonte si kamarier në piceri. Plumbje ka kapur të miturin në zonën mes qafës dhe shpatullës dhe ai është transportuar menjëherë në spital. Nga raportimet mjekësore mësohet se 15 vjeçari ndodhet në gjendje të stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, hetimet kanë zbuluar një përpjekje për të fshehur provat e ngjarjes. Policia ka arrestuar edhe 3 punonjësit e tjerë të picerisë, Ferit Basha, 20 vjeç, Andi Hyka, 29 vjeç dhe Kevin Bala, 20 vjeç, të cilët dyshohet se kanë pastruar vendin e ngjarjes dhe kanë hequr kamerat e sigurisë. Ata akuzohen për moskallëzim të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Gjithashtu në kërkim është shpallur administratori i picerisë Leonardo Meidani, 24 vjeç, për të njëjtat vepra penale. Sipas burimeve, asnjëri prej të pranishmeve nuk ka njoftuar menjëherë policinë, çka ka vonuar reagimin për ngjarjen. Në kuadër të hetimeve është proceduar penalisht edhe një shtetase 15 vjeçare, e cila dyshohet të ketë kryer veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërkohë, policia ende nuk ka siguruar pamjet filmike të momentit të ngjarjes, pasi sistemi i kamerave të sigurisë në piceri është ndërhyrë nga të punësuarit. Hetimet janë në vijim për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje dhe për të vënë para drejtësisë të gjithë të përfshirët. Materialet procedurale ndërkohë janë referuar prokurorisë së Tiranës, e cila ka nisur veprime të mëtejshme për këtë rast që ka tronditur opinionin publik. Policia u bën thirrje qytetarëve që të ndihmojnë në lokalizimin dhe kapjen e autorit të shpallur në kërkim.